Komisioni i Venecias ka publikuar raportin në lidhje me ligjin për financimin e partive politike në Shqipëri. Venecia kërkon në mënyrë të qartë që Kuvendi i Shqipërisë të mos bëjë arnime ligjore, por të ndërtojë një kuadër të plotë që deri më sot ishte rregulluar nga ligji për financimin e partive dhe kodit zgjedhor. Komisioni i Venecias kërkon ndërtimin e një kuadri ligjor që i bashkërendon këto të dyja dhe me ligje konsistente të përhershme e që nuk krijojnë mbivendosje dhe përplasje siç janë deri më sot. Është evidentuar se bashkëekzistenca e ligjit për partitë politike dhe kodit zgjedhor ka krijuar mbivendosje, boshllëqe ligjore, mungesë koherence. Komisioni kërkon dhe qartësim sa i përket përdorimit të fondeve publike për llogari të partive politike. E në këtë kuadër kërkohet sanksionimi që asnjë kompani që përfiton fonde publike nuk duhet të jap fonde si donacione. Në përputhje me nenin 5.2 të projektligjit, premtimi i privilegjes së përfitimeve personale që rrjedhin nga burimet shtetërore së publike në kundërshtim me ligjin për donatorët e çdo partie politike do të ndalohet. Ky formulim nuk kupton përfshirjen e subjekteve të ndryshme politike për te institucioneve shtetërore në financimin e partive. Megjithatë, dallimi nuk pasqyrohet më pas në nenin 7 të projektligjit, pasi nuk rrjedhin pasoja ose dispozita specifike nga ky dallim, siç u përmend më sipër. Në lidhje me nenin 2 të projektligjit, një referencë e kryqëzuar me nenin 91 të kodit zgjedhor mund të futet në harmonizimin e rregullave. Komisioni i Venecias dhe DGI theksojnë se ndalimi i vendosur nga ky paragraf duhet të zbatohet për të gjitha burimet e administruara nga shteti, qofshin publike apo private. Si rregull, burimet të tilla nuk duhet të ndahen ose të përdoren për të favorizuar donacionet për partitë politike. Madje për të ndaluar abuzimin dhe financimin e partive me fondet publike, Venecia kërkon që të rishikohet përkufizimi donator anonim, pasi në këtë formë, fondet publike që marrin kompani të caktuara mund të kanalizohen nëpërmjet individëve të caktuar në lidhje me to. E për këtë duhet që çdo donator të japë të dhëna të plota. Përkufizimi i donatorit anonim është i paqartë dhe duhet rishikuar, duhet të përfshijë persona fizik ashtu dhe juridik dhe shprehja identiteti plot duhet të sqarohet më mirë, duhet të përcaktohen më qartë konceptet si donacioni, kontributi në natyrë, huat, subjektet e lidhura me partitë, palët e treta, shpenzimet e komunikimit politik dhe reklamimi digjital. Pa këto përkufizime, zbatimi i ligjit mund të jetë i paqëndrueshëm. Në të njëjtën kohë, projektligji as nuk i përkufizon subjektet e lidhura apo të kontrolluara dhe as nuk parashikon detyrime të detajuara raportimi për to. Në këtë raport të Komisionit të Venecias kërkohet qartësim mbi ndalimin e përdorimit të burimeve publike për favore politike, si dhe ndalimin e premtimit të privilegjeve ose përfitimeve personale që burojnë nga burime shtetërore ose publike për donatorët e partive politike.